Në Kosovë sot është shënuar 10 vjetori i ngjarjeve në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, ku forcat serbe vranë 45 banor të fshatit. E cilësuar si një nga ngjarjet më të rënda, ajo shënon fillimin e përpjekjeve ndërkombëtare për ditën fund të luftës e cila mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. 10 vjet pas ngjarjeve në Reçak, Kosova është e pavarur dhe po përballet me sfida për përmirësimin e jetës së qytetarëve, mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe sfidën e ripajtimit dhe tolerancës nëpërmjet komuniteteve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. 10 vjet më parë, forcat serbe vranë 45 shqiptarë në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, rreth 30 kilometra në jug të Prishtinës. Kjo ngjarje, e cila është cilësuar si një nga masakrat më të rënda, shënoi një pikë these në luftën e Kosovës. Ambasadori William Walker, i cili drejtonte misionin verifikues të Organizatës për Siguri e Bashkëpunimit në Evropë, e cila vazhdonte pushimin e brisht të vendosur në nëntor të vitit 98 në një marrëveshje ndërmjet të dërguarit amerikan Richard Holbrooke dhe Beogradit, i cilësoi vrasjen në Reçak si masakër dhe krim kundër njerëzimit. Ngjarja shënoi fillimin e një fushate të re diplomatike në përpjekje për të dhënë fund luftës dhe një muaj më vonë përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë u takuan në RBI të Francës në bisedime të ndërmjetësuara nga Bashkia Ndërkombëtare. Në mars të atij viti, marrëveshja hartuar nga diplomatët ndërkombëtar nuk u nënshkruan nga Beogradi dhe NATO-ja filloi fushatën 78 ditëse të bombardimeve që detyroi tërheqjen e forcave serbe nga Kosova dhe vendosjen e NATO-s dhe administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. 10 ditë pas ngjarjes në Reçak, Kosova po mbush një vit pas shpalljes së pavarësisë së saj. Ambasadori William Walker tha se ndryshimet e sotme në Kosovë ishin të papërfitueshme në 15 janarin e vitit 99. The Kosovo of today is so different that it makes January 15, 1999 Kosova e sotme është aq e ndryshme sa që e bën 15 janarin e vitit 99 si të ishte një epokë tjetër historike, një epokë që falë Zotit, fëmijët e Reçakut, fëmijët e tyre dhe fëmijët e gjithë Kosovës nuk do ta përjetojnë më kurrë, tha ambasadori Walker, emri i cilit përveç në rrugët e Reçakut, nga sot është edhe në pullat postare të Kosovës. Udhëheqësit politikë të Kosovës thanë se një kërkim falje nga Serbia mbasi mund të lehtësonte udhën e bashkëpunimit në mes të dy vendeve fqinje që kanë interesa të shumta për të pasur marrëdhënie të mira. 10 ditë pas ngjarjes në Reçak, Kosova përballet me detyrimet për përmirësimin e jetës së qytetarëve, mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe angazhimin për ripajtim me tolerancë ndëretnike, të cilat pothuajse ishin shuar nga pasojat e luftës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.